Shoqërohuni me dietarët dhe do të fitoni dituri. Le të thellohemi në kuptimin më të thellë të kësaj thënie të bukur nën dritën e Kuranit. Kurani thekson rëndësinë e kërkimit të diturisë dhe udhëzimit të dietarëve në ajete të shumta. Allahu, në surën Zumer ajeti 9, thotë: A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Ky ajet nxjerr në pa dallimin ndërmjet atyre që posedojnë dituri dhe atyre që u mungon ajo. Ai thekson epërsinë të diturve dhe inkurajon myslimanët që të kërkojnë dituri prej tyre. Por më tepër, në surën Nahl ajeti 43, Allahu thotë: Ne edhe para teje kemi dërguar vetëm njerëz të cilëve u kemi dhënë shpallje, andaj pyetni dietarët e librit nëse nuk e dini. Ky ajet thekson rëndësinë e kërkimit të udhëzimit nga ata të cilëve u është besuar dituria hyjnore. Ai inkurajon myslimanët që t'u afrohen dietarëve dhe të kërkojnë udhëzimin e tyre kur kanë dyshime ose kanë nevojë për mirëkuptim. Thënia e Imam Aliut thekson më tej rëndësinë e të qenit afër dietarëve. Duke i shoqëruar ata, mund të fitohet dituri dhe mirëkuptim. Kjo do të thotë se duke qenë në shoqërinë e individëve të ditur, ne mund të përfitojmë nga urtësia, përvoja dhe kuptimi i thellë i Kuranit dhe Sunetit të tyre. Të qenit pranë dietarëve na lejon të dëshmojmë për kushtimin e tyre në kërkimin e diturisë, respektin e tyre ndaj mësimeve të Islamit dhe aftësinë e tyre për të zbatuar parimet e Kuranit në jetën e tyre të përditshme. Veprimet dhe sjellja e tyre shërbejnë si shembuj praktik që ne duhet i ndjekim, duke na mundësuar të kuptojmë dhe zbatojmë më mirë mësimet e Islamit. Për më tepër, të qenit pranë dietarëve na ofron mundësinë për të përfshirë në diskutime intelektuale, për të bërë pyetje dhe për të kërkuar sqarime për çështje që mund të jenë të paqarta për ne. Ky ndërveprim nxit një kuptim më të thellë të mësimeve kuranore dhe na ndihmon të kapërcejmë çdo keq kuptim ose dyshim që mund të kemi. Përveç kësaj, kjo thënie na inkurajon të zhvillojmë një marrëdhënie të ngushtë me dietarët për të përfituar nga udhëzimet e tyre shpirtërore dhe mësimet morale. Duke vëzhguar devotshmërinë, porulësinë dhe përkushtimin e tyre ndaj Allahut, ne mund të mësojmë mësime të vlefshme se si të forcojmë besimin ton dhe të përmirësojmë karakterin ton. Si përfundim, thënia e Imam Aliut i nxit myslimanët që të jenë afër dietarëve në mënyrë që të fitojnë depërtim dhe mirëkuptim. Duke shoqëruar individët e ditur, ne mund të përfitojmë nga urtësia, udhëzimi dhe shembujt praktik të tyre. Kjo përputhet me mësimet kuranore që theksojnë rëndësinë e kërkimit të diturisë dhe udhëzimit nga ata që e zotërojnë atë. Allahu na dhënë urtësinë për të njohur vlerën e dietarëve dhe për ulësinë për të kërkuar udhëzimin e tyre.